Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku, pikërisht për ju fansat e Eglit, sepse sot kemi një bombë shumë të madhe. Egli Tako në grupin e saj të hapur në Instagram ka hapur një faqe për vota. Çfarë këngë të re prisni? Do me thënë balat, ritmike apo dis. Tani unë s'kam votuar, do të votojmë. Për shembull, unë tani live me ju do të votoj për balat, sepse mendoj që Egli më së miri flen në balada dhe për balada është votuar 1300 vota, për ritmike është votuar 415 vota dhe për dis është votuar 404 vota, edhe pse vazhdohet votohet pafund. Dhe poshtë kësaj votimit, Egli Tako ka sjellur edhe një voice që unë në fakt do t'ua lëshoj ta dëgjoni të gjithëve. Kam nevojë për mendimin tuaj. A mendoni që kam nevojë për ndonjë ndryshim në look? Te flokët, tek veshja, si doni të më shikoni? Kështu siç më keni parë deri tani apo doni bëjmë ekstremin? Ndryshojmë komplet. E ju dua shumë. Edhe më pas Egli ka sjellur dhe një voice tjetër që e ka hequr, do me thënë nga faqja që thot zëri më ka dalur shumë i trash, e kam nga lodhja sepse jam dhe pa gjumë si që duhet, se tani thot jam zgjuar nga gjumi, mbrëm thot tër natën thot kam denjur në studio sepse ka bërë regjistrimin e këngës së saj të re. Që nuk kupton, Egli Tako do të na vi me një balat dimërore, do me thënë është gati duke përgatitur projektin e saj më të ri, një projekt që jam shumë i bindur që do të na elektrizoj të gjithëve dhe të gjithëve do të na fokusoj pas ekrani. Do me thënë votat vetëm rriten, do me thënë ka arritur 1400 balada, 425 kënga ritmike dhe disi ka arritur 408. Që do me thënë edhe publiku në tërsi është në bindje me mua që Egli Tako më së shumti i qanë baladat, më së shumti i këndon baladat dhe më bukur vjen në atë formë tek publiku shqiptar, do me thënë duke e kënduar baladën. Ky është voice që Egli ka sjellur në faqen e saj që kërkon që të bën edhe një ndryshim të lukut. Unë mendoj që nuk është e nevojshme të bën një ndryshim rrënjësor. Egli duket shumë bukur, duket shumë natyrale, duket shumë e vërtet dhe mendoj që publiku e ka vlerësuar natyralitetin tek Egli që gjithmonë do me thënë e komentojnë pozitivisht. Dua të marr mendimin tuaj.